Ju përshëndesim dhe për sot vim me një pyetje tjetër që të na shuani kuriozitetin dhe Gani do të na tregojë për këtë helmetën, të cilës periudhë kohë i përket dhe për çfarë lufte bëhet fjalë. Kjo është një helmet austriake e luftës parë botërore, domethënë vitet 1914-1918. E gjetur? E gjetur në zonën Sulovës, në Gramsh. Në Gramsh, ë? Po arsyeja pse është gjendur këtu, domethënë në luftën e parë botërore, forcat austriake kanë qenë disa ushtri në territoret shqiptare. Në këtë zonë kanë operuar ushtrit austriake. Kjo është histori e gjatë, domethënë çështja e luftës së parë botërore. Dhe në këtë zonë pra kanë qenë ushtrit austro-hungareze, të cilët në helmetën standarde të kohës kanë pas këtë helmet që unë kam në dorë. Një prej cilave, si duket, me ikjen e ushtrive nga këto vende ka mbetur këtu për shumë arsye. Tani interesante e kësaj është që këtë helmet fshatarët e kanë marrë. Pyetja është për gjithë ju, këtu pra është momenti që ju duhet vendosni trurin në punë, sipas hapësirave tuaja, vendeve ku jetoni, për çfarë mund të shërbejë sot, se ne shqiptarët nuk e çojmë gjërat për bosh. Për çfarë mund të ketë shërbyer ose shërben akoma kjo helmet? Pra deri në momentin që erdhi në duart e Ganit tani, se Gani me këtë tani do bëj një kryevepër, do e përpunosh, do e rregullosh. Do mundohem që ta restauroj, Ti bëj një lloj konservimi për ta ruajtur nga ndryshko. Pyetja për ju është për çfarë e kanë përdorur shqiptarët, pra një shqiptar tipik, siç mund të jem unë, ju që do të na shkruani, për çfarë mund të ketë shërbyer kjo helmet në ditët e sotme, se nuk jemi në luftë, Shqipëria nuk ka më luftë. Jemi në paqe dhe aspirojmë drejt Europës. Gani, përshëndes, falenderoj shumë për këtë kuriozitet, ishte shumë interesante. Ju vazhdoni, komentoni dhe jepni përgjigjet tuaja që ne do t'i vlerësojmë maksimalisht. Pra do them diçka të shkurtër, nuk do të them arsyeën për çfarë është përdor. Po them që në familjet shqiptare ka qenë një mjet i përdorimit të domosdoshëm kjo helmet. Pra kjo helmet në familjet shqiptare ka pas dalë komplet nga natyra e vet, që ishte një helmet ushtarake, përdoret për nevoja familjare. Për çfarë? Për çfarë është përdorur? Na e thoni ju. Pyetje 1000 helmetëshe.